Big Brother Kosova është një lojë karakteresh, emocionesh dhe përballjesh të forta, por jo çdo përplasje justifikohet me emrin lojë. Përplasja mes Elionës dhe Labinotit ka hapur një debat të madh brenda dhe jashtë shtëpisë, sepse ajo që ndodhi nuk ishte thjesht një konflikt mes dy banorëve, por një tejkalim i qartë i kufive moral dhe njerëzor. Eliona reagoi fort dhe drejt për drejt, duke i thënë Labinotit se ai nuk po e sulmonte vetëm si lojtare, por po e prekte në moral, në sedër dhe në shpirt. Këto nuk janë fjalë të thëna lehtë. Kur një person ndjen se po i cenohet diniteti, atëherë loja pushon së qeni argëtim dhe kthehet në dhimbje reale. Eliona e artikuloi këtë me guxim, duke i vënë përballë përgjegjësisë fjalët dhe veprimet e tij. Ajo që e bën këtë situatë edhe më të rëndë është fakti se Labinoti, në vend që të përqendrohet te raportet dhe dinamika brenda shtëpisë, përmend njerëz nga jashtë, familjen dhe elemente që nuk kanë asnjë vend në një lojë të tillë. Familja është vijë e kuqe. Kur ajo preket, nuk kemi më strategji, por mungesë ndjeshmërie dhe respekti. Kjo është arsyeja pse shumë e konsiderojnë këtë sjellje si të papranueshme dhe të pamëshirshme. Big Brother është një pasqyrë e karakterit. Presioni, kamerat dhe izolimi nxjerrin në pa atë që secili mbart brenda vetes. Në këtë përballje, Eliona u shfaq si një vajzë që mbron veten, moralin dhe dinitetin e saj, ndërsa Labinoti u kritikua për mënyrën se si e çoi debatin në nivele personale dhe jashtë çdo norme loje. Publiku është gjithnjë më i vetëdijshëm dhe nuk e shpërblen më agresivitetin verbal apo goditjet nën brez. Sot vlerësohet qëndrimi, respekti dhe aftësia për të debatuar pa shkatëruar tjetrin. Pikërisht për këtë arsye, kjo përplasje ka shkaktuar reagime të forta, sepse njerëzit nuk duan të shohin dhunë emocionale, por ballafaqim të drejtë. Big Brother Kosova duhet të jetë një arenë ku fiton karakteri, jo lëndimi i tjetrit. Përmendja e familjes, sulmi në moral dhe prekja e sedrës janë